Territori i Kosovës për datën 18 nëntor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në pothuajse të gjithë territorin. Paraditja do të jetë me rreshje të herë pas hershme shiu, ndërsa pasditja sjell përkeqësim të motit me rreshje të dendura në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 nëntor do të jetë në orën 6:23, ndërsa perëndimi në orën 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 9 gradë Celsius. Pej 7 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 7 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius.